Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Dita e 16 marsit sjell energji dhe vendosmëri për dashin. Do të ndjeni më të motivuar për të përfunduar punë që i keni lënë pezull prej kohësh. Në punë mund të shfaqen mundësi të reja, por kërkohet durim dhe organizim. Në aspektin sentimental, një bisedë e sinqertë me partnerin mund të sqarojë disa keqkuptime. Beqarët mund të takojnë dikë interesant në një ambient shoqëror. Kujdes me shpenzimet impulsive. Demi. Për Demin, kjo ditë pritet të jetë relativisht e qetë dhe e qëndrueshme. Do të ndjeni nevojën për siguri dhe stabilitet, sidomos në çështjet financiare. Në punë mund të merrni vlerësim për përkushtimin tuaj. Në dashuri, marrëdhëniet bëhen më të ngrohta dhe më të sinqerta. Është momenti i mirë për të kaluar kohë me familjen ose për të planifikuar diçka që ju jep qetësi shpirtërore. Binjakët. Binjakët do të kenë një ditë dinamike dhe shumë komunikim dhe lëvizje. Mund të merrni lajme interesante ose një propozim që ju bën të mendoni për një ndryshim. Në dashuri mund të lindin emocione të papritura, sidomos për ata që janë beqar. Mundoni të mos shpërqendroheni shumë dhe të fokusoheni në prioritetet kryesore. Gaforia. Kjo ditë kërkon nga gaforia pak më shumë qetësi dhe reflektim. Mund të ndjeni pak emocional, por kjo do të ndihmojë të kuptoni më mirë veten dhe njerëzit rreth jush. Në punë mund të keni një moment vendimtar, ku duhet të tregoni maturi. Në dashuri, mbështetja nga partneri do të jetë shumë e rëndësishme. Luani. Luani do të ketë një ditë ku do të jetë në qendër të vëmendjes. Ideja juaj ose iniciativa juaj mund të vlerësohet nga të tjerët. Në planin profesional është momenti mirë për të treguar aftësitë tuaja drejtuese. Në dashuri, atmosfera bëhet më romantike dhe mund të përjetoni një moment të bukur me partnerin. Virgjëresha. Virgjëresha do të ndjejë nevojën për rregull dhe organizim. Kjo ditë është shumë e përshtatshme për të planifikuar projekte ose për të sistemuar çështje që kërkojnë përqendrim. Në dashuri mund të lindë një diskutim i vogël, por me komunikim të qartë gjithçka do të zgjidhet shpejt. Kujdes me lodhjen. Peshorja. Peshorja do të kërkojë harmoni dhe balans në çdo aspekt të jetës. Mund të jeni në një situatë ku duhet të ndërmjetësoni mes dy personave ose të merrni një vendim të rëndësishëm. Në dashuri dita sjell momente të këndshme dhe komunikime të hapur. Mundoni të mos shtyni vendimet që kërkojnë veprim. Akrepi. Akrepi do të ketë një intuit shumë të fortë këtë ditë. Mund të kuptoni gjëra që të tjerët nuk i shohin menjëherë. Në punë mund të shfaqet një mundësi që kërkon guxim. Në dashuri, emocionet janë të thella dhe intensive. Është momenti i mirë për të sqaruar ndjenjat tuaja. Shigjetari. Shigjetari do të ndjejë dëshirë për liri dhe aventura. Kjo është një ditë e mirë për të planifikuar një udhëtim ose për të filluar diçka të re. Në punë mund të merrni një ide që ju frymëzon për të ardhmen. Në dashuri mund të ndodhë një takim i papritur që ju bën të buzëqeshni. Britsjapi. Britsjapi do të jetë shumë i fokusuar në përgjegjësi dhe objektiva. Kjo ditë mund të sjellë rezultate konkrete nga përpjekjet e mëparshme. Në dashuri, partneri mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ana juaj. Balancimi mes punës dhe jetës personale do të jetë çelësi i ditës. Ujori. Ujori do të ketë ide kreative dhe një dëshirë të fortë për ndryshim. Kjo ditë është e mirë për të provuar diçka të re ose për të bashkëpunuar me njerëz që ndajnë vizionin tuaj. Në dashuri mund të ketë surpriza të këndshme. Mos hezitoni të shprehni mendimet tuaja. Peshqit. Peshqi do të ndihen më intuitiv dhe më të ndjeshëm se zakonisht. Kjo ditë mund të sjellë frymëzim artistik ose ide të reja. Në marrëdhënie do të kërkoni më shumë afërsi emocionale. Është momenti i mirë për të reflektuar dhe për të vendosur qëllime të reja për javën në vijim. Horoskopi në Top Albania Radio.